Ndalë dhe janë publike në rastin e të mërshëm të ndodhur pra ditë më parë në Rëstelis Dragashit, aty ku një burr i moshës 30 vjeçare ka privuar nga jeta nënën e tij në moshën 60 vjeçare. Genti, faleminderit shumë për gatishmërinë tënde për të folur live për tema si këto. Kënaqësi të kemi në program. Faleminderit. Atëherë, cilat janë detajet? Po, detajet sot gjykata vetëm ka dhënë paraburgim, kemi kuptuar që ka dhënë paraburgim ndaj të njëjtit, pasi që vepra është e rëndë, bëhet fjalë për vepër penale të vrasjes. Për vrasjen e bërë nënës së tij, por sot janë befasuar përsëri gjykata përfshihet në një skandal tjetër, edhe menjëherë ka kërkuar edhe një ekzamin psikiatrik të bëhet. Po pse e quan skandal? Pse e quan skandal ti? Po tani pse është skandal, sepse një person përderisa ka vepra penale, ka çrregullime mendore dhe është konstatuar nga doktor, tani gjykata disi edhe një pe administrator dhe po don të tregon se duhet ta çojmë edhe një ekzaminim. Pra është bërë të themi si tallje me këtë situatë, se derisa personi ka pas çrregullim mendor më herët, ka pas raport. Dhe pse tani prapë edhe një të dërgohet në qendër psikiatrike, kur rezultatin e ke në tavolinë, e ke në dosje. Pra kjo që po bëhet, kjo është disi të gjuhet hi syve, sepse këtu nuk ka drejtësi. Dhe fatkeqësisht sot prokuria dhe gjykata po tregohet shumë neglizhencë për këtë situata, sepse përderisa personi ka pasur të kaluar kriminale dhe është janë shqiptuar dënime fare të buta. Dhe doktorët kanë konstatuar se ky mund të shërohet në liri, në mënyrë ambulantive, pa u çuar në ent, për ka sepse komuna shtimë se ka entin e vet. Ati nuk është dëbuar dhe është në lirir dhe ka tuar një fatkeqësi i cili ka mbytur në mënyrë makabre. Pra, duke e grushtuar dhe duke e zënë fytyn, dhe tani gjykata edhe një përfshirë një skandal. Po, se Genti, në raportin e djeshën policisë, thuaj se nuk është gjetur as edhe një mjet i fortë në ambientin pra kur ka ndodhur kjo tragjedi, dhe tani më detajet dalin të jenë të tmerrshme dhe më vjen keq shumë që duj flasim tani, por me që janë publike dhe mund t'i përmendim. Si ndodhi pra deri te vrasja? Po, deri te vrasja, sepse personi ka pasur djesë çrregullime mendore, ai me një moment ato sigurisht ato krizat e tij, pasi lëngon nga një sëmundje, e ka në ambient familjar nënën e sulmon dhe e grushton. Pra është dhe fëmijën vet i cili e ka parë situatën dhe por nuk ka pasur kush të reagojë, sepse ai person nuk është dashur të qëndron me nënën e tij. Pra, deri te akti makabër ka ardhur si pasojë shtrëngimit në fyt me duar. Po, shtrëngimit fyt me duar dhe para se të shtrëngohet me fyt në duar, ai e ka kushtuar nënën dhe e ka rrarë në mënyrë brutale. E më pas me durët e tij e ka shtrënguar nënën nga fytyrë dhe e ka mbytur. Dhe kjo është një vrasje e rëndë tani si sot nga ana e prokurisë dhe gjykata sot njëri ka caktuar mosën e paraplikimit, por nuk e di se nuk po mirë dikush me shkakun, ne po mirë më shumë me pasojën. Po pse ka shkaku deri këtu? Sepse për neve si shoqëri duhet na intereson shkaku, sepse është neglizhuar ky rast dhe pse nuk është çuar personi në entin e veçantë që të kurohet. Dhe cilët janë ata doktorë që kanë konstatuar se ky nuk është i rrezikshëm për shoqërinë? Sepse tani duhet të jetë përgjegjësi dikush, se nuk është rasti i parë që po ndodh këto raste ku po kemi jetë humbura, pikërisht nga përcaktimi i doktorëve, se doktorët janë duke gabuar. Por natyrisht do të duhet të merrej gjithashtu një tjetër informatë nëse të njëjti është nështruar ndonjëherë të kaluar ndonjë ekzaminimi psikiatrik, sepse tashmë po bëhet dhe sikur të ishte një ekzaminim, nuk do të kishte mbase nevojë edhe për një tjetër Gent. Po, ajo është vërtet që po thuani ju, po përderisa personi ka pasur 3 vepra penale dhe ka pasur me dhunë familje, me antar të ngushtë familjes, dhe këto raste janë paraqitur në institucionin e drejtësisë. Atëherë çka ka bërë prokuria dhe gjykata? Pra çfarë lloj dënimesh edhe si është lënë i lirë ky person, sepse është person recidivist, i përsërisë i vepra penale të natyrës së njëjtë. Dhe tani na ka thuar punën deri te vdekja. Dhe ne si shoqëri kjo është për neve alarmante dhe duhet të zgjohemi nga kjo dhe të themi bollmo, domethënë të themi stop. Dhe dikush duhet të shkon përgjegjësi, ose të shkon përgjegjësi gjykata me vendimin që ka shtuar, ose doktorët. Ata doktorët, unë konsideroj se doktorët, se fati i lëndës kur ka çrregullime personi, fati i lëndës varet nga konstatimi, ekzaminimi i doktorit se doktori e cilëson se personi në kohën e kryesës së veprës penale ka pasur çrregullime. Pra ky veç ka pasur çrregullime më herët, po është lënë i lirë dhe tani ka thuar situatën te vdekja, po skandali tjetër i gjykatës se përsëri po çohet personi në çrregullime. E çka u bë me ato dokumente tjera me ekzaminime, kush nuk ka përgjegjësi. Mirë, Gentit, faleminderit shumë që ishe sot në program për të përditësuar të dhënat në këtë rast të rëndë dhe urojmë të jetë i fundit. Faleminderit shumë, Jone.
Kënaqësi të kemi këtë bashkëpunim kaq të fuqishëm dhe të frytshëm me dy avokatët Gen dhe Blend Gjini. Ne shkputemi me një blog publicitar dhe këtu flasim për një rast në fakt enigmatik të Bleona Matës, një vajzë e mitur e cila kishte humbur